Belinda Balluku nuk do të vijojë më ushtrimin e funksioneve si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës pas vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin e saj nga detyra. Zhvillimi vjen pas shqyrtimit në gjykatën kushtetuese të ankimimit të paraqitur nga kryeministri Edi Rama, i cili kërkonte rrëzimin e kësaj mase. Trupa gjykuese nuk arriti të marrë një vendim përfundimtar, pasi votimi përfundoi në barazim 4-4. Në këto kushte ligji parashikon që kërkesa konsiderohet e rrëzuar, çka do të thotë se pezullimi i vendosur më herët nga QKK-ja mbetet në fuqi dhe Balluku nuk mund të ushtrojë detyrën. Debati mes gjyqtarëve u përqendrua kryesisht te interpretimi i kushtetutës, imunitetit të anëtarëve të qeverisë dhe nëse për një mas të tillë si pezullimi nga detyra kërkohet ose jo autorizim paraprak nga kuvendi. Një pjesë e trupës së gjykuese argumentoi se ministrat gëzojnë të njëjtin imunitet si deputetët, duke qenë se janë pjesë e pushtetit ekzekutiv. Sipas këtij qendrimi, pezullimi nga detyra prek drejt për drejt funksionin politik të ministrit dhe për këtë arsye duhet të merret më parë miratimi i kuvendit për të ruajtur balancën mes pushteteve, ndërsa gjyqtarët e tjerë mbajnë një qendrim të kundërt duke theksuar se kushtetuta përmend qartë vetëm disa masa specifike për të cilat kërkohet autorizim parlamentar dhe pezullimi nga detyra nuk është mes tyre. Sipas këtij interpretimi, gjykata mund të vendosë këtë masë pa pasur nevojë për miratim nga kuvendi. Për shkak të kësaj ndarjeje të thellë juridike, vendimi përfundoi pa shumicën e nevojshme duke lënë në fuqi automatikisht masën e pezullimit. Kjo situatë vendos Ballukun jashtë funksioneve qeveritare, të paktën deri në një vendimarrje tjetër të mundshme nga drejtësia.